Fillojmë mbledhjen koleg me rendin e ditës sipas njoftimit. Sot janë dy projekt ligje, pjesë e programit për integrimin në Bashkimin Evropian, projekt ligji për shëndetin e bimëve dhe projekt ligji për shëndetin e kafshëve. Ne jemi komision për dhënie mendimi, relator është kolegu Sajmir Hasalla, ndërkohë që ka konfirmuar pjesëmarrjen Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në cilësinë e përfaqësuesit të nismotarit. Është prezent zoti Arjan Jaoplari, zëvendës ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Mirë se erdhët. Zoti Jaoplari, fjala është për ju për prezantimin e projekt ligjit. Përshëndetje, ti prezantoj gjatë apo shkurt? Do donim të dy projekt ligjet, ti prezantonit me njëse ju jeni për të dy, një për mbledhjet qëllimit kryesor dhe kini parasysh ne jemi komision për dhënie mendime, pas kolegët mund të kenë pyetje. Filloj me ligjin për shëndetin e kafshëve. Nderuar kryetare e komisionit, nderuar antar, në vitin 2016, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Europës miratanë rregullore numër 216/429 mbi smundjet transmetuesme të kafshëve. Ligji i shëndetit të kafshëve, i cili fillon të zbatohet në shtetet anëtare të BE-s, duke filluar nga muaji prill i vitit 2021. Ky ligj bëri një rikonstruksion dhe riformulim të gjithë kuadrit ligjor të BE-s në fushën e shëndetit të kafshëve. Ai preku rreth 90 akte ligjore të Komitetit Evropian të miratuara në vite nga ligjvendësit evropian, duke krijuar kështu një kuadër ligjor rregullator të plot. Në Shqipëri është në fuqi ligji për shërbimin veterinar, i cili ka pasur ndër vite disa ndryshime dhe që përmbush kërkesat e Bashkimit Evropian mbi shëndetin e kafshëve. Gjithsesi, ligji i shërbimit veterinar dhe aktet në ligjore të miratuara në zbatim të tij kanë pasqyruar pjesërisht legjislacionin e BE-s të kohës. Të ndodhur para situatës, nga rregulloria 2016/429 ka shfuqizuar apo ndryshuar tashmë të gjithë legjislacionin e shëndetit të kafshëve dhe të smundjeve transmetuese të kafshëve, paraqitemi sot në kuvend për të kërkuar miratimin e ligjit për shëndetin e kafshëve, i cili përafron rregulloren e shëndetit të kafshëve. Në progres raport e viteve të fundit, i cili ndër të tjera përfshin dhe kapitullin 12 sigurinë ushqimore, politika veterinare dhe fitosanitare, ka kërkuar ndër të tjera miratimin e ligjit për shëndetin e kafshëve, ligj për produktet me origjinë shtazore, i cili përafron rregulloren 2009/1069, artimi i të cilit ka përfunduar dhe është i gatshëm të dërgohet në Këshillin e Ministrave, dhe ligjin për kontroll zyrtar, i cili do të përafrojë rregulloren 217/625 në proces hartimi nga MBZR. Qëllimi i këtij projekti përcakton rregullat për parandalimin dhe kontrollin e smundjeve të kafshëve të transmetueshme te kafshët ose tek njerëzit. Ai synon të krijojë legjislacionin shqiptar të harmonizuar në shkallën më të lartë të mundshme me legjislacionin e BE-s, për sa i përket shëndetit të kafshëve, duke vënë theksin në përforcimin dhe parandalimin e kontrollit të smundjeve. Promovon një qasje parandaluese bazuar në risk për menaxhimin e smundjeve të kafshëve, ai mbështet sektorët e blegtorisë dhe të prodhimit të ushqimit në vend dhe aspektin e qëndrueshmërisë konkurrencës, rritjes së vendeve të punës, investimeve dhe eksportit të kafshëve të gjalla dhe produkteve shtazore. Fusha e veprimit dhe parimet kryesore të projekt ligjit. Fusha e veprimit të këtij projekt ligji zbatohet për një gamë të gjerë kafshë të mbashtruara dhe të egra dhe produktet me origjinë shtazore dhe materialin riprodhues. Parandalimi. Projekt ligji fokusohet në parandalimin e smundjeve përmes masave të biosigurisë, survejancës veterinare dhe kontrollit të lëvizjes kafshëve. Kontrolli përcakton standarde mbi kontrollin dhe çrrënjosjen e smundjeve, duke përfshirë masat urgjente dhe rastin e shfaqjes smundjeve, si dhe kufizimet e lëvizjes, asgjësimin në produkteve shtazore, si pasojë e smundjes dhe vaksinimin. Përgjegjësitë përcakton përgjegjësitë e operatorëve, mjekëve veterinarë, autoriteteve kompetente në çështjet e shëndetit të kafshëve, gjurmëshmërinë, forcimin e sistemit gjurmëshmërisë për kafshët e produkte shtazore, duke lehtësuar kontrollin e smundjeve, hyrjen dhe lëvizjet. Projekt ligji cakton rregulla të hollësishme për hyrjen e kafshëve dhe produkteve shtazore në vend dhe lëvizjet e tyre brenda vendit. Ky projekt ligj trajton. Projekt ligji krijon një qasje të drejtë ndaj strategjisë një shëndet, duke njohur dhe rregullat në ndërlidhjen midis shëndetit të kafshëve dhe shëndetit të njeriut dhe mjedisit. Kjo do të thotë që masat e kontrollit të smundjeve të kafshëve marrin parasysh dhe ndikimet e mundshme në shëndetin publik dhe në ekosistem.
Kategoritë e sëmundjeve. Projekt ligji i klasifikon sëmundjet e kafshëve në kategoritë të ndryshme bazuar në risk dhe ndikimin e tyre në shëndetin e kafshëve, të njerëzve, në ekonomi dhe në shoqëri. Sëmundjet klasifikohen në disa klasa. Masat e biosigurisë. Projekt ligji promovon zbatimin e masave të biosigurisë në ferma, transportet dhe këto masa përfshin higjienën, dezinfektimin, kontrollin e hyrjes, menaxhimit të produkteve shtatëzore dhe rregullat e karantinës veterinare. Survejancën veterinare dhe njoftimin, lëvizjet e kafshëve dhe të produkteve, regjistrimin e operatorëve të biznesit, rolin e autoriteteve kompetente, bashkëpunimin me Komisionin Evropian. Projekt ligji përcakton detyra për autoritetet kompetente në kuadër të bashkëpunimit me Komisionin Evropian. Ky ligj do të jetë një bazë e fortë ku do të mbështetemi në procesin e negociatave në kuadër të procesit të aderimit për sa i përket kapitullit 12. Raporti me legjislacionin në fuqi. Ky projekt ligj shfuqizon një pjesë të ligjit 10.465 datë 29/9/2011 për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar dhe disa akteve në ligjore në zbatim të tij për sa i përket shëndetit kafshëve dhe sëmundjeve të transmetueshme. Për arsye të specifikave të këtij ligji, për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë, i cili ka një fushë të gjerë, fushë veprimi që mbulon shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, menaxhimin e produkteve me origjinë shtatëzore, të cilat nuk janë për konsum human, rregullat për kontrollin dhe regjistrimin e produkteve mjekësore veterinare, si dhe rregullat për kryerjen e kontrollit zyrtare, do të vazhdojnë të jenë në fuqi edhe në pjesën tjetër do të jenë në fuqi, por dhe pjesa tjetër që nuk trajtohet nga ky ligj. Veprimtaritë që do të kryhen pas miratimit të ligjit. Projekt ligji parafron plotësisht nga ana teknike dhe ligjore rregulloren 20/16/429. Konsultimi publik. Projekt ligji ka qëndruar në konsultim publik nga data 26/7 deri 2024 deri 23/8. Në këtë afat përfshihen komunikimet elektronike, konsultimi përmes regjistrit elektronik e tjera. Në përfundim të procesit të parafrimit të rregulloreve implementuese, do të jetë nevojshme të hartohen dispozita zbatuese për të gjithë kuadrin ligjor dhe nënligjor të këtij ligji. Në këtë kohë do të jetë nevojshme ndërhyrja në ligjin e shërbimit veterinar ose në një ligj që do të shtojë dispozitat zbatuese duke pasur parasysh dhe kuadrin nënligjor. Në përfundim të procesit, pra në përfundim të hartimit të masave zbatuese, do të jetë nevojshme që të bëhet dhe një konsultim i thellë me biznesin që ushtron aktivitetin në fushën e blegtorisë. Okay, vazhdojmë dhe me projekt ligjin për shëndetin e bimëve. Edhe projekt ligji për shëndetin e bimëve është e njëjtë me projekt ligjin për shëndetin e kafshëve dhe përafron rregulloren e Bashkimit Evropian, që të mos zgjatemi, pothuajse edhe për këtë projekt ligj janë ndjekur të gjitha hapat dhe parafrimi i rregullores është pothuajse i përputhur plotësisht. Me këtë projekt ligj kemi ndjekur përsëri rrugën edhe të konsultimit publik edhe me bizneset edhe ato çfarë ai prek. Jemi duke shqyrtuar disa ndryshime të vogla që këto dy ligje, më fal, duhet i them këtë, janë dërguar në Komisionin Evropian dhe Komisioni Evropian përveç se disa rregullimeve specifike që lidhen me ndoshta edhe me mënyrën se si do të trajtohet pas hyrjes në fuqi si vend dhe kur ne të jemi vend antar, por ajo që është e rëndësishme, ne tashmë kemi një komunikim të vazhdueshëm me Komisionin Evropian dhe të gjitha ato problematika të cilat nuk janë thelbësore, por i përkasin një rregullimi të mundshëm me Komisionin e çështjeve të jashtme, do t'i diskutojmë. Kështu që jemi në sinkron me të vazhdueshëm me ta. Mirë, faleminderit zoti Auplari. Ndërkohë fjalën e ka zoti Hasallan si në cilën e relatorit për të dy projekt ligjet. Faleminderit kryetare. Në lidhje me projekt ligjin për shëndetin e kafshëve, qëllimi i këtij projekt ligji
që ka ardhur për shqyrtim është krijimi një kuadri ligjor të integruar për parandalimin, kontrollin dhe çrënjosjen e sëmundjeve infektive të kafshëve, përfshirë zoonozat si dhe garantimin e mirëqenies së kafshëve, në përputhje me rregulloren e BE-s 2016-429 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 9 mars 2016 për sëmundjet e transmetueshme të kafshëve. Ky projekt ligj synon të kontribuojë në mbrojtjen e shëndetit kafshëve dhe shëndetit publik, garantimin e sigurisë ushqimore, ruajtjen e biodiversitetit dhe forcimin e kapaciteteve për përballimin e emergjencave shëndetësore në kafshë. Objektivat që synohen të arrihen janë përcaktimi i rregullave të përgjithshme dhe specifike për parandalimin, zbulimin në kohë, raportimin, kontrollin dhe çrënjosjen e sëmundjeve të kafshëve, rregullimi i lëvizjes dhe tregtisë së kafshëve, materialit riprodhues dhe produkteve me origjinë shtazore në përputhje me standardet e BE-s, vendosja e kriterëve për regjistrimin dhe miratimin e stabilimenteve dhe transportuesve të kafshëve, parashikimi i masave për menaxhimin e situatave të emergjencës sanitare në rast shpërtimit të sëmundjeve infektive dhe përforcimi i sistemit të survejancës epidemiologjike dhe gjurmëshmërisë së kafshëve dhe produkteve me origjinë shtazore. Ky projekt ligj është një instrument kyç i integrimit evropian në fushën e sigurisë ushqimore dhe përfaqëson një hap të domosdoshëm dhe strategjik drejt modernizimit të sektorit veterinar dhe mbrojtjes së shëndetit të popullatës dhe mjedisit. Ndaj ftoj kolegët që ta miratojmë këtë projekt ligj. Në lidhje me projekt ligjin tjetër për shëndetin e bimëve, ky projekt ligj synon të përmirësoj dhe forcoj kuadrin ligjor ekzistues për mbrojtjen e bimëve në Shqipëri. Ky projekt ligj ka për qëllim të garantojë mbrojtjen e shëndetit të bimëve dhe të produkteve bimore nga dëmtuesit, si dhe të parandalojë hyrjen dhe përhapjen e dëmtuesve në territorin e Republikës së Shqipërisë, përcaktojë rregullat për identifikimin dhe menaxhimin e rreziqeve fitosanitare që vijnë nga dëmtuesit e ndryshëm, si dhe të vendos masa për reduktimin e këtyre rreziqeve në nivel të pranueshëm. Risitë e këtij projekt ligji. Ky projekt ligj synon të përmirësojë dhe plotësojë dispozitat e ligjit 105/2016 për mbrojtjen e bimëve për të adresuar sfidat aktuale në sektor dhe harmonizuar legjislacionin kombëtar me standarde ndërkombëtare. Disa nga përmirësimet e propozuara janë zgjerimi i fushës së veprimit, përmirësimi i sistemit monitorimit dhe kontrollit, regjistrimi i operatorëve profesional, financimi i shërbimit të shëndetit bimëve dhe harmonizimi me standarde ndërkombëtare. Duke marrë parasysh edhe rëndësinë e këtij projekti ligji, ftoj kolegët ta miratojmë. Në detaj nuk u futa sepse zëvendës ministri ishte shumë shtërues në shpjegimin e këtyre dy projekt ligjeve. Faleminderit. Faleminderit zoti Asall. Në fakt ne jemi komision për dhënie mendimi, kështu që sa i takon çështjeve në fokus, pa diskutim që ne mund të diskutojmë dhe të kërkojmë sqarime, gjithsesi të përmbahemi tek roli që ka ky komision. Gjithsesi në këtë moment e ka kërkuar fjalën zoti Dogjani për pyetje apo diskutim zoti Dogjani. Pyetje dhe diskutime po i bëjmë fjala për ju. Faleminderit zoja kryetare, meqense është tek pyetja, kam një pyetje pa kaluar diskutim. Duke parë pak projekt ligjin aty tek objekti dhe disa nene më poshtë, pash një fjalë, lexova survejanca. A nuk ka fjalori gjuhës shqipe fjalë tjetër, mbykëqyrje, vëzhgim, apo në fjalë tjetër dhe pse është e nevojshme të marrim fjalë të huazuar nga frëngjishtja apo anglishtja survejanca. Unë do të pyesja, kur i bëni projekt ligje, a ka njerëz që shikojnë nga ana gjuhësore, teknike legjislative, apo hajde futë bjerë se ta ndryshojmë gjuhën shqipe, se kjo ndoshta është filozofia e Diramës me këto emigrantët që i sjell për ditë, që ta shpërbëj Shqipërinë, kombin shqiptare, të flasim gjuhë tjera. Kështu që mendoj që duhet ta shikoni dhe ta ndryshoni këtë fjalën. Duke kaluar tek komentet tek projekt ligji. Shumë e drejtë që ne bëjmë ligje për kafshët dhe bimët, shumë e rëndësishme, por ajo që më shqetëson është që për cilët kafsh po i bëni se kafshët në fakt në Shqipëri s'ka mo, po të shikosh në fshatrat e Shqipërisë janë braktisur, njerëzit kanë ikë, ashtu si dhe bim e keni bërë beton
qytetin e Tiranës, po dhe në gjithë Shqipërinë, duke zhdukur bimësin, po duke zhdukur dhe Kafshë. Megjithatë, është e drejtë bëhet një ligj i tillë, por ajo që më shqetëson mua është që kjo qeveri e ka lanë qytetarin në listën e fundit të prioriteteve. Mirë bëjmë që interesohemi për kafshë, por në radh parë duhet të interesohemi për njerëzit. Njerëzit në Shqipëri për shëndetin e njerëzve. Njerëzit në Shqipëri vdesin për shkak të pamundësisë për të marrë shërbimin shëndetësor. Gjendja në spitale ka degraduar në qendra shëndetësore, sidomos në spitalet e rretheve, por jo vetëm, por edhe në Tiranë. Numri i mjekëve, pra ka mungesë mjekëve dhe të infermierëve në krahasim me numrin e popullsisë, është në një rënje shumë të madhe. Për shembull, në Kukës janë 10 deri në 12 infermerë për 10.000 banor. Krahasim me standardet që kërkohen në vendet e Bashkimit Evropian është një numër shumë i ulët. Ka mungesë mjekësh, ka mungesë infrastrukture, mungesë aparaturash. Shteti harxhon miliona euro, ndërkohë në spitalet tona njerëz vdesin për shkak të pamundësisë për të trajtuar për sëmundjet kanceroze, sepse nuk kanë mundësi, të lutem se e mbaroj shpejt se është e lidhur me këtë, po, nuk kanë mundësi ekonomike. Gjithashtu dhe në sëmundjet e zemrës, i shërollatin pacientët nga një qendër shëndetësore në një qendër tjetër, nga një spital në një spital tjetër, vetëm t'i detyrojnë me shku në spitale private, sepse kemi një kryeministër që është i kapur peng nga mafja e ilaçeve, nga spitalet private, jo se s'ka parë shteti shqiptar, por nuk i blen aparaturat me qëllim që njerëzit shkojnë. Po flasim për shëndetin e bimëve dhe Shëndetin e bimëve është i lidhur me të njeriut, sepse bimt i kanë shkatruar këtu. Të kishit bindur qytetarët të besonin këto që thoshit, do të kishte më pak sëmundje kanceroze. Do e kishit parë tek ndonjë rezultat ndryshe zgjedhjes. Jemi në fushatën. Do të kishte më pak sëmundje kanceroze. Por këtu e kanë bërë beton, nuk ka bimë. Ju kërkoj ta përmbyllni në kuadër të rendit ditës, si lutem. Aty jam të rendit ditës, o kryetare. Të rendit ditës jam, pra. Shëndeti i njerëzve është i lidhur me bimësinë. Bimësi s'ka se është bo beton këtu. Shëndeti i njerëzve është i lidhur me kafshët. Kafsh s'ka mo lob, bakti, dele, sepse njerëzit kanë ikë, s'ka kush mirujt. Ja, pra është e lidhur me shëndetin e njerëzve. Spitalet kanë degraduar, kryetare. Njerëzit vdesin për shkak të sëmundjes kancerit sepse nuk kanë mundësi për të trajtuar me ilaçe. Shumë e rëndësishme. Kjo qeveri e ka lënë njeriu në listën e fundit të prioriteteve. Unë nuk them që të mos bëjmë ligje për bimë, po t'i shtojmë sipërfaqet e gjelbra, të mjellim sa më shumë pemë, por këta një pemë e bëjnë 1.000 euro një pemë e mjellin se duan me vjedhë. Ja, pra kjo është situata. Kjo duhet ndryshuar. Kështu që unë do të kërkoja, kryetare, sepse sa herë unë e marr fjalën, unë nuk vi këtu për plotësu kur unë vi të flas për qytetarët, kam thënë do të jem zëri i atyre njerëzve, janë shumë njerëz që mua më kanë votuar, unë jam zëri i tyre. Dhe në fundit një deputet kur votohet ka përgjegjësi të madhe ndaj atyre njerëzve. Unë i kontaktoj për ditë se sa vujnë dyert e spitaleve, se sa vdesin njerëz, se s'kan mundësi ekonomike me bëj një PET scanner tek spitali privat, ndërkohë shteti nuk blen një PET scanner që bën 1 milion euro. E 430 milion euro shkojnë për koncesion në shëndetësi. A nuk është tema kjo? Kjo është tema. Prandaj ne duhet sigurisht që të bëjmë ligje të tilla edhe për bimët e kafshët, por do i kërkoja që të jenë më të përgjegjshëm këta njerëz në këtë qeveri, të marrin masa për shëndetin e njerëzve, të rregullojnë infrastrukturën nëpër spitale, të ketë më shumë mjek, të ketë më shumë mundësi që njerëzit ta marrin shërbimin shëndetësor. Faleminderit. Mirë, faleminderit zoti Dogjani. Për diskutim nuk ka. Mirë. Zoti Jaullari, faleminderit. Në fakt, koleg, këto dy çështje do të votohen nesër në mbledhjen e nesërme për efekt të mungesës disa kolegëve dhe nuk kemi quorum për votim. Çështjet e renditditës janë ezauruar, kështu që unë ju falenderoj për sot, mbledhja mbyllet.